Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e të gjitha votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, të cilat I fitoi lëvizja vetëvendose me 51.11% të votave. Tani KQZ-ja është e gatshme që të shpallë rezultatin përfundimtar, tha zëdhënësi I këtij institucioni Valmir Elezi. Por sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, palët mund të parashtrojnë ndonjë ankesë në panelin zgjedhor për ankesat dhe parashtresa lidhur me administrimin e numërimit në qendrën e numërimit dhe rezultateve brenda 48 orëve nga ndodhja shkeljes së supozuar, theksoi Elezi. Grupi I fundit I fletvotimeve që u numëruan ishin ato me postë, numërimi të cilave përfundoi në orën 2 të mëngjesit të 9 janarit. Pikërisht për votat me postë, në PSAP është dërguar një ankesë nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila ka kërkuar shfuqizimin e mirave votave të diasporës që kanë ardhur në Kosovë me postë. Sipas rezultateve preliminare, lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit ka shënuar rezultatin më të mirë në zgjedhje ndonjëherë, duke fituar 51.11% të votave, apo përkthyer në vota, ky subjekt mori 486.994 vota që I japin 57 vende në kuvend. Kreu kësaj partie Albin Kurti është personi më I votuar në Kosovë. Partia e dytë doli Partia Demokratike e Kosovës me 20.19% të votave, apo 22 vende në kuvendin për 120 deputetësh. Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 13.23% të votave që I sigurojnë asaj 15 vende në organin ligjvënës. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 5.50% të votave dhe kjo parti do të ketë 6 deputet. Lista serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë, e afërt me burokratin zyrtar, do të ketë 9 nga 10 vendet e garantuara për komunitetin serb. Një deputet nga rrethet e komunitetit serb do të ketë Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashidit. Ndërkaq të 10 vendet e tjera të garantuara për komunitetet pakicio-serbe janë shpërndarë në disa parti dhe koalicione. Në zgjedhjen 28 dhjetorit morën pjesë 45% për trupin votues. Lëvizja vetëvendosja e kryeministrit të tyre Albin Kurti ka thënë se synon formimin e shpejtë të institucioneve të reja pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit ishin rezultati I mospajtimeve dhe përplasjeve ndërmjet partive politike, të cilat pas zgjedhjeve të 9 shkurtit nuk arritën ta konsultonin kuvendin deri me 10 dhjetor. Kurti më pas nuk arriti t'ia merrte votat e mjaftueshme në kuvend për formimin e qeverisë, por as Glauqion Fuca nga lëvizja vetëvendosja.